Pas protestave që u mbajtën mbrëm në Tetov në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese për shfuqizimin e vendimit të vitit 2007 për emërtimin e rrugëve në qytet, reagoi bashkëkryetari i Vlenit Izet Mexhiti. Ai tha se është një përpjekje për manipulim dhe se vendi ku duhet të protestohet është para selisë së BDI-s. Nuk di për çka protestojnë dhe nëse duhet të protestojnë para BDI-s. Për shkak se nuk është sjell në mënyrë ligjore vendimi. Pra në komunë i ka kalu filtrat me 2 shumica, po 20 vite kam pas mundësinë që të sjellin një pëlqim në një seancë qeverie, që vendimi të jetë i plot fuqishëm. Mexhiti shtroi pyetjen se si janë emrat në Kërçov, nga vjen vetë kryetari i BDI-s. Ai të shohim si janë emrat në Kërçov, nga vjen zoti Ahmeti, si janë emrat e shkollave, si janë emrat e rrugëve, pas 23-4 vite qeverisje. Ose ta bëjmë pyetjen, pse 24 vite nuk e riktheu Skënderbeu në kalan e Kërçovës, i cili deri vitin 2025 pra e ka nderu qytetin e Kërçovës. Nënkryetari i BDI-s Bajram Rexhepi nga protesta tha se vendimi duhet të rivotohet me qëllim që të mbrohet dinjiteti i shqiptarëve. Kërkesa jonë kryesore është që ky vendim të ripërsëritet, të rivotohet, që të mund të mbrojmë dinjitetin tetovar. Komuna e Tetovës ka patur afat që të mund të përgjigjet, që të mund të reflektojë dhe nuk është përgjigjur në ofertën tonë për bashkëpunim, prandaj ne kemi qenë të detyruar që të thirrim këtë protestë qytetare. Ndryshe, gjykata kushtetuese anuloi vendimin e vitit 2007 për emërtimin e sheshit dhe disa rrugëve të Tetovës me emra dhe figura historike shqiptare, duke rikthyer emërtimet e mëparshme. Vendimi shkaktoi reagime të ashpra politike.